vakcinimin kohët e fundit, këto 4-5 vitet e fundit, vakcinimi për Covid. Mirë po, absolutisht në botë është dështim shumë i madh është tregu dhe kemi shumë raste me fatal që kanë përfunduar. Kështu që mua më vjen keq të gjithë ata që i kanë marrë vaksinat për Covid, le të drejtohen me bë hijame. Hijami është një pastrim i gjakut, general, mund të them një përqindje shumë e madhe e gjakut pastrohet dhe të gjithë ata deri sot që nuk kanë bërë hijame, me bë hijame urgjentisht. Ata që kanë bërë vetëm një vakcinë, ka prej atyne vetëm një vakcinë, mirë kishte me qenë çdo vjet të bëjnë hijame. Ata që kanë bërë 2 vaksina, unë preferoj çdo 5-6 muaj me bë nga një hijame. Ata që kanë marrë 3 vakcina, çdo 3 muaj me bë hijame. Për faktin se paramendoni 3 vakcina, injektim shumë me sasi të madhe, doze madhe, kështu që ka nevojë më shpesh me bë hijame. Edhe kështu që po arrin sukses që pastrimi i gjakut të bëhet me anën e hijamit. Gjithsesi, unë nuk e përjashtoj, do thotë ja bashkangjes edhe përdorimin e vajgurit bashkë me vajin e farave të zeza. Për vetë faktin se vajguri është me të vërtet një mrekulli që Zoti ka kriju dhe kështu që vajguri është derivat i naftës. Si ndikon ai në qelizat kancerogjene? Krejt ju tregoj. Tash në organizmin e njeriut ekzistojnë disa lloje të qelizave. Një grup nga ato thirren qeliza universale. Apo ndoshta edhe një shprehje tjetër, imuniteti i organizmit. Imuniteti i organizmit varet nga armatimi e këtyre qelizave universale. Tash, ato qeliza universale ne i furnizojmë me vajgurin pa vetdijen e njeriut. Aty shkojnë edhe i armatosin ato qeliza dhe pastaj ato qeliza universale e lokalizojnë vendin, zonën ku janë lajmëruar qelizat tumorale kancerogjene dhe e bllokojnë. Mos të shpërndahet më tepër, mos të shumëzojnë ato qeliza. Ato qeliza tumorale fillon me i rigjeneru, sepse ende nuk janë prishkrejt. Ato qeliza kancerogjene, nëse ka mundësi me i rigjeneru mirë, nëse s'ka mundësi, atër i pastrojnë, do të pastrojnë terrenin. Kështu që fillimisht vajguri bashkë me vajin e farave të zeza e bllokon zonën ku janë lajmëruar ato qeliza tumorale kancerogjene. Mandej aty fillon një luftë e madhe në mes të qelizave kancerogjene dhe vajgurit, i cili me shumë sukses i lufton dhe dal nga dal vjen deri te pastrimi i terrenit, vjen deri te mjekimi i pacientit.